marrëveshjen e real estate-it e pronave të paluajshme më të madhe në historinë e tij si një ish tregtar real estate-i, edhe të blej Groenlandën, që për mua është një gjë që do të sillte më shumë të hija sa të mira, sepse do të rrezikonte frakturimin ose shkatrimin e NATO-s. Problemi këtu qëndron që administrata aktuale e Shtetit Bashkuar të Amerikës, administrata aktuale e sheh NATO-n si pa vlerë. Ato nuk e thonë këtë gjë, por ky është realiteti. E sheh NATO-n si një organizatë që nuk i bën asgjë, nuk i bën mirë Amerikës, ndërkohë që edhe pse pa Amerikën nuk do kishte NATO, padyshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfitojnë nga mbrojtja kolektive që ofron NATO sidoqoftë. Dhe të mos harrojmë që në vitin 2001, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushton Afganistanin mbas luftës që Kongresi Amerikan i shpalli Al-Qaedës, mbas sulmeve të 11 shtatorit, ti ke pas ushtar nga të gjithë vendet e botës, duke përfshirë Shqipërinë, Poloninë, të gjithë vendet e NATO-s, ndjesë tash botës, të cilët kanë luftuar pranë ushtarëve amerikan për të mposhtur Al-Qaedën dhe për të shëruar Afganistanin nga Al-Qaeda dhe nga talibanët dhe kanë humbur dhe jetën. Pra, nocioni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përfitojnë nga NATO dhe që nuk ka rëndësi nëse shkatërrohet NATO apo jo, ose ne na duhet Groenlanda më shumë se NATO, është absurditet. E qartë, Aurel, ndërkaq marrëdhëniet mes SBA-s dhe Europës janë përballur me tensione të reja, veçanërisht pra në çështjet që lidhen sigurisht me Groenlandën, por dhe interesat ekonomike dhe strategjike atje. Sa real është rreziku, Aurel, që këto përplasje të kthehen në një krizë të hapur transatlantike? Unë mendoj që i janë kthyer në një krizë të hapur transatlantike. Nuk është më rrezik, është realitet. Domethënë, po të shikojmë pak të mesazhet që presidenti Trump ka shkëmbyer me liderët e Danimarkës dhe Norvegjisë, që janë çuar ambasadorëve të këtyre vendeve në DC. Pra, me që ju nuk më dhatë çmimin Nobel të paqes, unë tani nuk mendoj më për paqen. Mesazhet që Trump ka shkëmbyer me Emmanuel Macron dhe me Mark Rutte, ku ata në një farë mënyrë i lëpien, i thonë ke bërë një punë shumë mirë me Iranin, me Sirinë, e mendon shumë mirë NATO-n, por të pjesën e Groenlandës nuk arrin dot ta kuptojmë. Fakti që Kanadaja pas disa vitesh, domethënë që e pa precedent, nënshkruar një marrëveshje të marrëdhënieve strategjike me Kinën komuniste, sepse nuk sheh më Rusinë si rrezik apo nuk sheh më Kinën si rrezik, por se sheh Shtetet e Bashkuara. Që në fakt edhe në poshtë vetë qëllimin e doktrinës Monroe, se Trumpi tha unë rrëzoha Maduron se aty kishte influencë kineze. Në kohë kur tani me këto veprimet e tij ai ka influencën kineze si në Kanada. Pra dhe për të mos folur pastaj për faktin që Alexander Stubb, që është kryeministri i Finlandës, të delë për herë të parë nuk të flet për një rend liberal, por të flet për value-based realism, pra realizëm i bazuar në vlera, që është një miksim, një hibridizim i shkollës liberale dhe shkollës realiste, por të gjitha këto në një farë mënyrë fut pas edhe faktin që dje në Davos Howard Lutnick, që është sekretari i Tregtisë së Bashkuara të Amerikës, e tha qartë që globalizmi ka dështuar, që është çmenduri edhe në vetvete, është komplet tezë idioteske, se sipas ka, domethënë arsye se unë po futem në linjë sot me tyr se nga këtu ku jam është se globalizmi ka bërë të mundur këtë gjë. Në gjithë atë temë tjetër, por të gjithë tona tregojnë që ka një çarje, ka një krisje të madhe brenda perëndimit kolektiv ose asaj që quhen organizatës transatlantike. Ndërkaq, Aurel, a mendon se tashmë edhe Rusia bëj përdor këtë situatë për të dobësuar dhe unitetin euroatlantik? Po sigurisht është domethënë çdo mend që Putini është shumë i gëzuar tani. Shumë i gëzuar sepse administrata amerikane bie dakord me të Ukrainë. Ai thjesht po vazhdon të avancojë të marrë territor sa më shumë, sepse do vi një moment që prapë ai do tolerohet, do marrë një marrëveshje të mirë, kështu që mund të vijojë të luftojë të marrë sa më shumë territor, ta vë veten në një pozitë më të favorshme. Dhe pse jo, në një moment të thojë që unë tani kam të drejtë ta kollaboroj gjithë Ukrainën dhe amerikanët ja japin administrata aktuale. Nga ana tjetër kuptohet që Rusia ka për qëllim dominimin e Evropës. Evropa nuk është më sferë influencë amerikane. Amerikanët duan hemisferën perëndimore dhe linjën e mesme. Europën mund t'ia lënë dhe Turqisë dhe ndjes Rusisë. Dhe në këtë kuadër Bashkimi Evropian është shumë i friksuar, se Bashkimi Evropian është hegemoni i Europës. Nuk mund të jetë Rusia hegemoni e Europës. Dhe këtu ka një përplasje. Dhe Putini e ka shumë kollaj të sulmojë vendet europiane në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë jashtë NATO-s, ose kur NATO është një organizatë funksionale. E ka shumë kollaj të sulmojë vendet europiane ose të polarizojë ato, të përçajë ato në momentin kur në një farë mënyrë brenda kontinentit ka qasje të ndryshme në raport me politikën e jashtme. Domethënë ti ke edhe ekstremin e djathtë, edhe ekstremin e majtë. Në Evropë të dyja ekstremet, të dyja skajet, që
janë kundër idesë së riarmatimit të Europës. Janë kundër pavarësisë energjetike dhe ekonomike të Evropës. Duan që të mos ketë sanksione ndaj Rusisë, këto janë të gjitha sponsorizimet të Moskës. Është shumë e qartë domethënë kjo. Por pastaj edhe fakti që Trumpi po ja bën shumë të lehtë. Pra nëse Putini nesër do të sulmojë Estonin, e ka precedentin, sepse thotë, ore, kur një vend i NATO sulmon një vend të NATO-s, pse një vend jo i NATO-s nuk sulmon ato një vend të NATO-s. Pra çdo mund që i shkon në favor shumë Rusisë. E qartë, ndërkaq Ruel, deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm rus për Groenlandën kanë rikthyer në debat dhe çështjen e kolonializimit dhe sovranitetit në Arktik. A mendon se këto deklarata janë vetëm retorikë politike apo ndoshta janë pjesë e një strategjie më të gjerë ruse? Rusia në një farë mënyre ka duhet të gjithmonë me të kaktën e rendit botror sovranist. Pra Rusia respekton sovranitetin e vendeve, respekton kulturat atyre vendeve, nuk kërkon të bëjë ndërrime regjime siç bëjnë amerikanët që heqin një diktator për të vënë një qeveri më fragjile, po që është demokratike në letër etj. Kjo është një farë mënyrë brendi ndërkombëtar i Rusisë, i politikës së Moskës. Kuptohet që kjo është shfarë vërtet sepse Rusia ka pushtuar, ka aneksuar Transnistrinë nga Moldavia, ka aneksuar Abkhazinë dhe Osetin Jugore nga Gjeorgjia, ka aneksuar Krimen dhe Donetskun dhe Donbasin nga Ukraina, ka nisur një luftë në Ukrainë me ushtarë të vetët në 24 shkurt të vitit 2022, po mbushen gati 4 vite që nga barbaria e rusa aty. Domethënë, këto janë thjesht letër, por realiteti është ky që po të them unë që Rusia nuk e respekton fare sovranitetin e vendeve dhe në këtë kuadër e gjithë retorika e Rusisë për sovranitetin e Groenlandës, nëse ka një retorikë që s'kam gjë nga pala ruse, është retorikë koti. Nga ana tjetër, arsyeja pse ti mund mos ke zgjuar asgjë nga pala ruse për pjesën e sovranitetit të Arktikut, është sepse nuk e ka Rusia prioritet këtë gjë. Rusia i ka falë Alaskën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ta kishte prioritet Arktikun, nuk do e bënte këtë gjë. Rusia do që Shtetet Bashkuara të Amerikës ta marrin Groenlandën, sepse kjo është fundi i NATO-s. Dhe Rusia nuk ka hall Arktikun, Rusia ka hall Europën. Rusia do të dominojë Evropën. Rusia do një Evropë pa Bashkimin Evropian, pa NATO, ku Rusia ka komplet në kontroll Europën lindore dhe Ballkanin dhe ushtron sa më shumë ndikim në vendet e Europës perëndimore. Kështu që Rusia se vret fare mendjen për çështjen e sovranitetit të Arktikut, e ka mendjen që dominimi i Evropës. E qartë. Mirë, Ruel, për ta mbyllur pyetja e fundit, cila do të jetë ndërkaq dhe skenari realist sa i përket Groenlandës? Skenari realist është që Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta marrin Groenlandën. Faktikisht. Edhe unë e them me shumë faktikisht një fat të madhe këtë gjë, sepse nuk duhet të jetë kështu. Do ta marrin ose nëpërmjet blerjes, pra duke i bërë presion Danimarkës që ta shesë, ose nëpërmjet ndonjë lloj lëvizje irredentiste në Groenland, pra Groenlanda ka vite në fakt që kërkon pavarësinë nga Danimarka, po nuk duhen bashkim me Amerikën dhe ajo që Shtetet Bashkuara mund ta arrinë është që ta shkëpusin Groenlandën nga Danimarka, Groenlanda të bëhet një shtet i pavarur, ta njohin dhe në OKB edhe pastaj të ushtrojnë ndikim qoftë de jure, qoftë de facto mbi Groenlandën të pavarur nga Danimarka, ta kenë vetëm kontrollin e tyre, ose pastaj rasti i tretë, skenari më i keq është aneksimi me ushtri i Groenlandës, duke përdorur hard power, duke përdorur fuqinë ushtarake i Groenlandës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. E them këtë gjë sepse Trumpi rrallë herë tërhiqet. Trumpi po është vetë regjim personalist, ai kështu i shef gjërat vetë, kurse kanë po ja thot Marco Rubio, JD Vance apo Pete Hegseth apo të tjerë. Domethënë ata janë vetë të çmot, janë mendoj që vetë e besojnë që këto janë veprime lunatike. Po nuk kanë çfarë thonë sepse ata janë vetë aspirantë për të bërë president i ditë dhe duhet ta kenë mirë me bazën e Trumpit. Kështu që në këtë kuadër Trumpi do bëj çfarë do vetë. Çfarë do vetë ai është të marrë Groenlandën. E qartë. Ska ushtarakisht nuk e dalë dot njëri, kështu që faktikisht kjo do ndodhë. E qartë. Mirë, Ruel, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Mirë, nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema.